Dje gjykata kushtetuese dha një vendim për ligjshmërinë e shkarkimit të Kryebashkiakut të Tiranës, pra shkarkimi nga detyra me propozim të Këshillit Bashkiak, firmosur nga kryeministri dhe datën e zgjedhjeve shpallur më pas nga presidenti. Pra, po të shikosh hallkat me një lexim të ftohtë, është Këshilli Bashkiak i Partisë Socialiste që e ka shkarkuar Erion Veliajin pas deklaratës së bërë nga kryeministri Edi Rama në mbledhjen e Asamblesë së Partisë Socialiste më 11 shtator 2025. Më pas, është vetë kryeministri Rama që e ka shkarkuar. Kreu i Partisë Socialiste që foli në asamble, ai që e ka kandiduar, pra Erion Veliajin, e ka shkarkuar i tij dhe presidenti ka zbatuar ligjin, ka shpallur një dekret. Gazetarët e oborrit të Veliajit kanë filluar të kërkojnë rikthimin në detyrë dhe jo vetëm kaq, edhe nga këta pseudoanalistët dhe servilët që kanë qenë në listë pagesat e të vëllait, apo mercenarët e ish Kryebashkiakut që ndodhet në burg. Por tani, duhet i rikthehemi prap termit Kryebashkiakut që ndodhet në burg për 13 vepra të rënda penale pas vendimit të gjykatës kushtetuese. Në fakt, gjykata kushtetuese nuk e ka nxjerrë nga burgu Erion Veliajin. Gjykata kushtetuese ka gjykuar shkarkimin e bërë nga Edi Rama, që në asamble, në Këshillin Bashkiak, në kryeministri e deri në presidencë. Këtë ka shqyrtuar dje gjykata kushtetuese. Por Erion Veliaj nuk ishte në burg për atë që shqyrtoi gjykata kushtetuese. Dhe gjykata kushtetuese e Sokol Sadushit, famozit mik të gazetarit të familjes Veliaj, Mero Baze, nuk e nxjerr dot nga burgu të arrestuarin me shumë vepra të rënda penale Erion Veliaj. Gjykata kushtetuese e Sokol Sadushit nuk e çon dot në zyrë Erion Veliajin. Vendimi i djeshëm e ka lënë në zyrë Kryebashkiakun e Tiranës, por ai ndodhet në burgun e Durrësit dhe me delegime ushtron detyrën që atje. Erion Veliaj ka qëndruar në detyrë thjesht dhe vetëm që ta përdor vendimin më pas në Strasburg për të shqyrtuar çështja më shpejt, asgjë më shumë se sa kaq. Nuk ka ndryshuar rrethanat që Erion Veliaj të dalë nga burgu. Erion Veliaj është futur në burg sepse prishte provat kur qëndronte në zyrë. Tani është prap kryetar bashkie, është në burg dhe atje e ka zyrën, sepse po të shkojë tek ajo në qendër të Tiranës, pra tek zyra e kryetarit të bashkisë, prish prova dhe spaku këtë e ka kapur në përgjime. Është e vërtetuar dhe e faktuar. Sot jemi përballë faktit që gjykata kushtetuese e la në detyrë, por ama gjykata kushtetuese nuk e liron dot nga burgu Erion Veliajin, sepse nuk kanë ndryshuar rrethanat. Nuk ka fakte dhe prova të tjera për të liruar Erion Veliajin. Jemi në të njëjtat fakte dhe prova. Jemi në të njëjtën situatë. Për më tepër, akuza i është çuar në muajin korrik dhe ne jemi në nëntor. Pas 4 muajsh nuk është zhvilluar asnjë seancë vetme, sepse Erion Veliaj nuk shkon të përballet në gjykatë, sepse e di shumë mirë çfarë veprash të rënda penale ka konsumuar dhe çfarë provash ka çuar prokuroria në gjykatë. Vendimi i gjykatës kushtetuese të Sokol Sadushit e rikthen në detyrë Erion Veliajin, por e mban në qelitë e Durrësit për faktin e thjesht sepse s'ka ndryshuar asnjë rrethan për të cilat ai është arrestuar. Loja vazhdon në gjykatën e lartë, ku Sadushi dhe Xhafaj po lobojnë që Erion Veliaj të nxirret nga burgu. Sokol Sadushi, ki kujdes, mos ushtron ndikim të palishëm te gjyqtarët e tjerë për llogaritë të Veliajit.